Edicioni 8 i festivalit ndërkombëtar Albania Dancing Meeting ka ndezur skenën ndërsake me kërcime dhe performanca krejtësisht nudo. Kjo trup baleti vjen nga Zvicra dhe ka preferuar që performancën e saj krejt të veçantë, nga ajo çka është mësuar syri i artë të dashurs dhe shqiptar të shoh, ta interpretojë në skenën e teatrit Aleksandër Mujsiu në Durrës. Po ashtu konkurrente në këtë edicion kanë qenë edhe trupat e baletit nga Hungaria, e cila zgjodhi hallin e Pallatit të Kulturës për të performuar. Drejtori i këtij aktiviteti, koreografi Gjergj Prevazi, ka nxjerrë në pa probleme të shumta financiare me të cilat po përballet festivali vitet të fundit. Ne startojmë këtë edicion me buxhet zero, me përkrahimin e vetëm disa bizneseve që janë ofruar dhe fal mbështetjes që vetë kompanitë që vinë nga Zvicra, nga Hungaria, nga Gjermania, nga Italia, gjenë mbështetje nga sponsorët dhe qeveritë e tyre. Festivali vjen i reduktuar sigurisht për shkak të financave, por tenton mos të ulë nivelin e vet artistik dhe do të prezantoj këtë vit 9 shfaqje, tashmë me gjeografi shtrire dhe më të gjerë, pra kemi prezantime në Durrës, në Tiranë, në Korçë dhe në Prishtinë. Festivali Albania Dance Meeting ka nisur që në vitin 2006 dhe deri tani në skenat e teatrit të Durrësit dhe të Tiranës apo qyteteve të tjera të vendit janë përballur artistikisht trupa dhe kompanitë të teatrit alternativ nga Kosova, Maqedonia Suedia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Hollanda, Turqia, Italia, Shqipëria e tjerë.